Atë ka ndodhë gjithë ditën me qeni lodhën, me nëzi pret me shku në shpi me flajt, edhe në fund veç të merë gjumi. Shumë dhe flajt s'ka më nështu që 3-4 vjetë. Sot kena me folë për një diskotek në Zvicër, jo, kena me folë për insomnin. Insomni do të thot me pas vështërsi me ranë gjumë, me u zgju shpesh natën, ose me u zgju shumë herët mëngjes, edhe kur ki kohë edhe kushte për me flajt. Kjo situatë duhet me zgjatë të paktën 3 net një javë për 3 muaj rresht që me u konsideru çrregullim klinik. Pse ndodh? Shkaktarët janë të shumtë, por psikologët i ndajnë në 3 kategori. Numër 1 janë faktorët predispozues, njerëzit që janë emocionalisht të ndjeshëm, të stresuar lehtë ose që kanë histori familjare të çrregullimeve të gjumit. E dyta janë faktorët nxehtës, stresi akut, humbja e një personi dashur, ndarja apo presioni në shkollë ose punë. E treta është faktorët që mirëmbajnë insomnin si përpjekja për me kompenzu gjumin e humbur duke u shtri herët ose duke flajt ditën ose duke qëndru shumë të shtrat edhe kur nuk të merr gjumi. Këto e përkeqësojnë problemin. Çka ndodh në tru edhe në trup? Sipas Roth edhe Rohers, një pjesë e madhe personave me insomni kronike janë në gjendje të quajtur hyperarousal, ku trupi edhe truni janë tepër aktiv edhe kur janë të lodhur. Sistemi i stresit prodhon shumë kortizol, hormonin e stresit, edhe kjo e mban trupin në gatishmëri sikur me qenë në rrezik edhe pse ti je veç në shtratin tënd. Zemra trem më shpejt, temperatura e trupit është më e lartë edhe aktiviteti i trunit është më i lartë se sa zakonisht, gjë që e bën gjumin shumë më të vështirë. Mirë, po pse është problem? Insomnia nuk ndikon vetëm në natët tona, po edhe gjithë ditën tjetër. Të bën më të irritum, e ul përqendrimin edhe kujtesën, e rrit rrezikun për depresion, ankth, madje edhe për sëmundje si tensioni i lartë edhe diabeti. Në fakt, insomnia është një ndër parashikuesit më të mëdhenj të depresionit në të ardhmen. A ka shërim? Po, edhe mënyrë goxha efektive për trajtim të insomnisë është terapia kognitiv-behaviorale për insomni, CBTI. CBTI është më efektive se ilaçet në planin afatgjat edhe pa efekte anësore. E në fund, nëse ki net vështira me gjumë, nuk je vetë. Trupi vetë po t'jap sinjal që ki nevojë për ndihmë, mos e neglizho edhe konsulto me një profesionist të shëndetit mendor. E për më shumë video si kjo, subscribe Urban FM 103.5 në YouTube edhe në krejt platforma tjera.